Në vitet e errta të 90-tave, kur arsimi shqiptar po goditej rënd nga forcat serbe, kjo shtëpi u bë vatër e arsimit për të rinjt e asaj kohe. Për shkak të rrezikut të humbjes së vitit shkollor, në janar të vitit 1992, Mehmet Aliu Hertica hapi dyert duke kthyer këtë shtëpi në shkollë për nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri. Shembullin e njëjtë ndoqën edhe familjarët e tjerë, duke u bërë kështu gjithsej 6 shtëpi të familjes Hertica që u kthyen në shkollë edhe për nxënësit Hoxha Kadri Prishtina, pasi këto dy shkolla refuzonin të pranonin plan programet arsimore të Serbisë. Gjithë historinë e kësaj periudhe të rezistencës ndaj okupatorit serb e ka përmbledhur në librin Shtëpi Shkolla, djali i Mehmetit Fadili, i cili e mban shumë mirë në mend periudhën kur edhe vet ishte nxënës. Më kujtohet që ka qenë një prej periudha më të vështira, se kemi pas protestu bukur gjatë para institucione shkollore me këtë nxënësit tjerë, dikon rreth 3 muaj e gjys, dhe tek pastaj në janar kemi pas fillu me mësimin e për Shtëpi Shkolla, edhe pse unë vetë kom qenë në shtëpinë Migjes, po me të vërtet ka qenë vështirë, sepse fond mramen shtëpijat nuk janë për shkolla, janë destinuar për shtëpi banimi, po me qenë se s'kishim alternativë tjetër, jemi kom pas gëzuar që më në fund fillu mësimin, edhe me të thonë të drejtën, shumë shpejt jemi kam pas adaptu, edhe ka qenë një energji e jashtëzakonshme, një vullnet, një uri për me mësu shumë, edhe me studiu pikërisht për shkak padrejtive që na i kishte bë okupatori serb në atë kohë, dhe ajo veç sa e ndezi një farë inati, ashtu të them, që me pas sukses gjatë studimeve tona. Aliu tregon për vështirësitë e shumta që janë përballur gjatë asaj kohe. Jemi përballë me shumë probleme, sidomos kolegët e mi, nxënës të tjerë, profesorat që vishin, u dash kemi kalu shumë postbloqe, edhe shpesher ka njëherë i arrestojshin, edhe kur vike naj profesor me zëvendësu, dikon e deshëm që nuk është pësë është smut, po thjesht ka ndodhë diçka gjatë rrugës kur ka ardhë ai profesor ose ai profesorish, e mos tëm edhe për nxënës të tjerë që shpesher i kanë dalë nëpër postbloqe, i kanë kontrollu çantat e tyre, jam kanë po librat, i kanë arrestu e kështu me radhë. Për dallim prej tjerëve, kështu në kuptimin se si nxënës, me pas shkollimin në oborët e familjes tonë, o kanë letë, në kuptimin që s'ke pas asë rrezikshmëri as kur gjë në për me shku deri të objekti shkollor. Mirë, po familja, si familje ka përjetuar shumë skena të dhëmshme, shpesher kur e kanë arrestu babin, çdo muaj, çdo 2 muaj e kanë arrestu, njëherë pa e marrë në ato biseda informative që i quishin ata, edhe shpesher ka qenë maltretum, ajo për mu pastaj më ka kriju një dhimbje të cilën s'di qysh me sharu, sepse këtë dhimbje përjeton veç dikush që i arrestohet prindi, edhe i maltretohet në formën më mizore të mundshme. Kjo iniciativë u shndërrua në një iniciativë mbarkombëtare, thot Aliu. Duke pas parasysh që për çdo natë bisedeshëm edhe me familje, edhe e diskuteshëm sa është e rëndësishme për të ardhmen e vendit tonë kjo, a besoj që ka dhënë shumë vullnet, edhe kemi bë çmos për me pas sukses shtëpit shkolla të familja jonë. Mos të harrojmë 6 shtëpi kanë qenë të shndruara në shkolla, edhe dyqysh e kemi pas marrë përsi për një barë të madhe, por më nejtë gati, me arsimtar, me nxënësa, 3200 nxënësa kanë qenë në shtëpia tona. Edhe dyqysh vetë për marrë kënjëri atë përgjithësi për me pas sukses kjo iniciative, cila u shndru në iniciativë mbarkombëtare, edhe unë besoj fal asaj kohe që kanë vendosur familjarët ose pronarët e shtëpive shkolla,
për mi shëndëru shtëpit e tyre në shkolla, e kemi sot lirin për shkak se unë vetë si nxënës asaj kohe, isha në vit dytë edhe nëse s'ishte të ndërmarrë diçka për mu shëndëru shtëpijat në formë shkolle, unë e kom pas me lëshu vendin, sepse qysh jetuat parësi. Të më me shku në një vend tjetër, me u shkollu edhe me u arsimu. Mirë, po falë aso iniciative, arritëm me kriju një sistem ku populli Kosovës qëndroj këtu, edhe pastaj u arsimum, u emocionum dhe u angazhum edhe për lirin që të gjithë sot e gëzojmë. Ky libër u promovua pikërisht në 34 vjetorin e fillimit të shtëpive shkolla. Sot është promovimi i librit tim, libri Shtëpit shkolla, është e ka dhe një sinonim, kujtojmë që të mos harrojmë. Koincidon me 34 vjetorin në fillimit të shtëpive shkolla, edhe me të thonë të drejtën vitet po ecim shpejt, edhe për mos me mbet kjo histori e lavdishme popullit tonë, sidomos gjatë viteve 90-ta në mbijetesën e arsimit shqip, vendosa me shkru këtë libër për kontributin e familjes tonë edhe pasqyrimin mediatik që që kanë po mediat dhe akterët e ndryshëm të asaj kohe, edhe tash fakt që që shohin kontributin e familjes temë në ato periudha të për të vështira. Por mu ka qenë një knatësi shumë e madhe që kam arrit me bo këtë libër për arsye se kom dasht me diçka e shkrume se dej nesër gjanat po harrohen edhe gjeneratat aktuale plus gjeneratat ashme mujnë mos me ditë edhe që ka ndodhë gjatë viteve 90-ta. Për këtë arsye e kom marrë këtë iniciativë, jam të punu mbi 3 vite në këtë libër. Këtë është veç vëllumi i parë, edhe do të ketë edhe tjera që do të pasqyrojnë edhe më në detaje gjithë atë periudhë të viteve 90. Këtë periudhë kujton edhe ish ministri diasporës, Valon Murati, i cili si nxënës kishte përjetuar mësimin në këto shtëpi. Unë 92-93 vitin e 4 e kom kryu aty, edhe natyrisht është kretë kjo përpjekja për të vazhdu mësimin në shtëpit private të njerëzve, tonë dëshmon për një gatishmëri të asaj kohë të madhe për të rezistu, për të mos dërzu prapa presioneve të Serbisë, që përmes shkollës me na nënshtru, duke na nënshtru edhe me na dëbu prej vendit. Atmosfera aty vërtet se shtëpia ka qenë e përgatitur për ty dhe familja e ka lshu për shkollë, një familje që ka ndihmu jo vetëm duke edhe në shtëpi, por ka ndihmu shumë edhe arsimtarët, ka ndihmu shumë edhe nxënësit. Ne kemi pas edhe siguri për shkollat, edhe kemi pas një atmosferë të jashtëzakonshme. Ndoshta është prej shtëpive që më të shumë t'i ka përngja një shkollë të vërtet, për shkak se ka qenë shtëpi e madhe, ka pas shumë plasë. Edhe ne kemi zhvillu orë të vërteta. Shumë njerëz e përqeshin është ta periudhën e arsimit aty në viteve, por ato që mund t'ja dëshmojë që ne kemi pas një përkushtim të jashtëzakonshëm. Kam pas arsimtarë një përkushtim të jashtëzakonshëm, ne kemi pas një përkushtim të jashtëzakonshëm edhe në mësim, sepse kemi konsideruar mësimin edhe pjesë të rezistencës. Sipas tij, është e patolerueshme se si nxënësit e tanishëm të gjimnazit Sami Frashëri nuk dinë se ekziston kjo shtëpi shkollë. Ajo që sot duhet të ndodhë, është që përfundimisht ky projekti i shtëpisë që të jetë muze të realizohet dhe aty të shkojnë nxënësat, fëmijët nga gjithë Prishtina, po jo vetëm nga gjithë Prishtina, po nga gjithë Kosova, për të parë një pjesë të rezistencës tonë. Ne nuk kemi ardhur këtë ditë rastësisht. Pra kanë qenë konteksti rrethanat, përpjekja njerëzve që ka kulmu pastaj edhe me luftën e Armatosun, që e kanë sjell këtë ditë. Kështu që ne duhet ta çmojmë, duhet ta nderojmë, sidomos gjeneratat e reja, të cilat nuk e njohin, tashmë janë fëmijët tonë, janë nipat edhe mbesat e shumë njerëzve që kanë dhënë arsimtarëve, nxënësve,
është pak e patolerueshme që ta zëm gjimnazi Samir Frashëri nuk i dërgon fëmijët, nuk i dërgon nxënësat, ata as nuk e dinë që ekziston kjo shkollë, pra nuk e dinë një pjesë të historisë tyne, si po duam ne të krijojmë traditë në arsim, traditë në shtet, traditë në rezistencë, traditë në institucione, nëse ne nuk e çmojmë punën jo që nuk e çmojmë, por nuk e njohim punën e pararësve tanë. Ndryshe, gjimnazi Sami Frashëri dhe shkolla Hoxha Kadri Prishtina mbajtën mësimin e tyre në shtëpitë e familjes Hercica deri me 24 mars 1999, ditën kur NATO filloi bombardimin në Kosovë.